Kisha e Shën Nikollit në Krutje, një nga objektet më të vjetra të kultit në Myzeqe dhe ndërtuar rreth viteve 1400, po shkon drejt rënimit të plot. Kisha është shpallur monument kulture e kategorisë së parë që prej vitit 1967 dhe është ndër të vetmet që nuk është restauruar, me gjithë vlerat e mëdha shpirtërore e kulturore që përfaqëson. Restaurimi i saj i fundit daton më shumë se një shekull më parë, në vitin 1922. Koha ka lënë gjurmë të thella në strukturën e kishës. Nausi, afresket murale të realizuara në periudhën 1804-1811, kolonat mbajtëse, harqet, tavani, çatia dhe ambientet e shërbesave janë dëmtuar rënd, duke kthyer objektin në një ndërtesë që rrezikon shembjen. Me gjithë kërkesat e herpasershme nga besimtarët e zonës, shërbyesve të kishës, madje dhe kërkesave të Mitropolisë së Beratit për të ruajtur vlerat historike shpirtërore të këtij monumenti, ende nuk është hartuar një projekt për rikonstruksionin e tij. Sipas priftit të kishës së Shën Nikollit, Atilia, kanë ardhur përfaqësues dhe specialist të institucionit të monumenteve të kulturës për të parë situatën, por ende nuk ka zgjidhje. Pikturat murale të kishës janë të vitit nga 1806 deri 1811 që kanë përfunduar. Kisha frekuentohet nga populli, shërbesat bëhen çdo javë dhe çdo ditë këtu në këtë kishë. Është një kishë e vjetër, por është për të ardhur keq. Koha ka bërë që kjo ka nevojë për të vënë dorë nga monumentet e kulturës. Ka nevojë për rikonstruksion. Po dëmtohet shumë nga koha që... A keni kërkuar që kjo vlerë kombëtare, ky monument kulture, të restaurohet? Po, këtu kanë ardhur shpesh inxhinierët e monumenteve, drejtori i monumenteve ka ardhur vetë këtu, e kanë parë gjendjen, bilet para një viti kanë qenë dhe është monitoruar edhe me sensor, ka qenë një vit sensorët këtu, që e monitoronin të gjithë lëvizjen e kishës. Edhe pasi i hoqen këta sensorët, thanë që kjo kishë ka nevojë për rikonstruksion sa më shpejt. Por deri tash unë nuk pa shoh gjë. Ndërsa degradimi vazhdon nga dita në ditë, besimtarët dhe banorët e zonës kërkojnë ndërhyrje urgjente nga Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Ministria e Kulturës, për të shpëtuar një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare në Myzeqe.